dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi në emisionin e radhës me një trajtesë të veçantë në lidhje me një shtatshë të ardhë. I them shtatshë e ardhë për arsye se gjatë shpjegimit do ta kuptojmë pse e quajtan këtë formë. Kur Zoti i Madhërisëm e dërgoi Xhibrilin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dërgoi që muslimanëve t'u mësoj fenë. Dhe në mesin e pyetjeve që Xhibrili ja boni Muhamedit alayhi salam, e pyeti ç'është ihsani apo mirësia. Pejgamberi alayhi salam u përgjigj se mirësi apo ihsan do thotë ta adhurosh Zotin sikur e sheh atë. Edhe nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Kështu u përgjigj pejgamberi alayhi salam. Pra kulmi i të mirave të një besimtarit devotshëm është ihsani, mirësia, që është fryt i besimit sinqert. Pra, po ashtu pejgamberi alayhi salam na ka porosit gjithë neve që çdo hap në jetën tonë që haprojmë ta bëjmë duke pasur ndjenjen se Allahu xhallashanhu na përcjell neve, Allahu na sheh neve, Allahu na mbikëqyr neve. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, ittaqillaha haythuma kunt. Ki frikë Zotin ku do që të jesh. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha, dhe të keqen paso me një të mirë, në mënyrë që me shly atë, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe njerëzit sjellë me njerëzit me moral të mirë. Kthehemi të shtatja cilën e përmend Ebu Hurajra, thot ka thonë pejgamberi alayhi salam, 7 persona, 7 kategori të njerëzve do të jenë në hijen e Allahut Madhërisëm atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Të numërojmë. E para thot prisi i drejtë. Në prisi i drejtë. E dyta, pra 7 kategori të njerëzve do të jenë në hijen e Allahut atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij, pra do të jenë në hijen e arshit të Zotit Madhërisëm. Përndryshe do të jenë në mëshirën e Zotit Madhërisëm. Prisi i drejtë. Një i ri i cili është rritur duke adhuruar Allahun xhalla xhelaluhu. Një njeri zemra e cilit është e lidhur me xhamit. Kategoria e katërt, 2 njerëz që kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut Madhërisëm. 2 njerëz që kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut të Madhërisëm, aja që i ka bashkuar atë ka qenë dashuria për hir të Zotit. Dhe kur i nda me njëri tjetrin, prap i nda me ndjenjen se kanë dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut xhallashanhu. Dhe kategori tjetër, një njeri të cilin e fton një femër me pozitë në shoqëri, e bukur, për amoralitet, mirë po ky i thot, unë i friguhem Allahut Madhërisëm. Inni e khafu Allah Rabbel Alamin. Pastaj, një person i cili jep sadak me dorën e tij të djathtë dhe nuk e sheh dora atij e majt, për shkak të sinqeritetit që e bën për hir të Allahut xhallashanhu. Dhe një njeri i cili duke qenë i vetmuar e përmend Allahun e Madhërisëm dhe nga frikë respekti për Allahun i rrjedhin lat. Këto janë ato 7 kategoritë e njerëzve, në secilën kategori mund të jenë miliona njerëz, me kusht që t'i përmbahen kësaj porosie të pejgamberit alayhis salam. Do ndalëm me një shpjegim shumë të shkurt për secilën kategori. Prisi i drejtë, çdo pris i drejtë, duke filluar nga posti më i lartë në shtet apo në perandori, dhe pastaj çdo përgjegjësi tjetër që i besohet njeriu dhe që është pres për një tuf njerëzve, për një grumbull të njerëzve, konsiderohet pres. Nëse ky pres është i drejtë,
gjykon drejt, atëherë Allahu xhallashanu do ta futë në hijen e tij ditën e gjykimit. Nuk mund të jetë prisi i drejt nëse nuk e beson Zotin e Madhreshëm dhe nëse nuk e ka frikë Allahun e Madhreshëm. Pra devotshmëria e tij e bën që ai të jetë i drejt edhe me tufen apo me njerëzit që është i besu. Prandaj çdo prisi i drejt që e plotson këtë kusht do të jetë në hijen e Allahut xhaleshanu. Për gëzime, për gjithë ata njerëz që është besu në ndonjë përgjithësi dhe punojnë dhe gjykojnë me njerëzit e tyre, me shtetast e tyre, me punëtorët e tyre, me drejtsinë e Allahut të Madhreshëm. Një i ri i cili është rritur duke adhuruar Zotin e Madhreshëm. Rinia është faza më e rëndësishme në jetën e njeriu. Duke pasur parasysh që është faza më e rëndësishme në jetën e njeriu dhe epshi është në kulminacion. Atëherë, nëse ky i ri e stopon epshin e tij, e stopon nefsin dhe egon e tij, atëherë dhe e ka lënë rininë e tij duke adhuruar Zotin e Madhreshëm, atëherë do të jetë në hijen e Allahut Madhreshëm, atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Ashtu siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeriu nuk do të ketë mundësi të haproj asnjëherë para se mu pyet për rininë e tij ku ka kaluar. Pas të riut vjen një njeri i cili zemra e tij është e lidhur për xhamive. Nëse një njeri është i lidhur me xhamit, duke i falë farzët, obligimet në xhami, dhe kur del prej xhamie prapë zemra e tij përmallohet për xhamin. Ky person do ta fitoj kushtin që do të jetë në hijen e Allahut xhaleshanu. Dhe dy persona që e dojnë njëri tjetrin për hir të Zotit Madhreshëm. Nuk e dojnë njëri tjetrin për interes dunjas apo për ndonjë përfitim material. Po aja që motivi që i nxit ata për ta dashur njëri tjetrin është kënaqësia e Allahut Madhreshëm. Pra, nëse ata e dojnë njëri tjetrin vetëm për hir të Zotit Madhreshëm, vetëm për ata që ata i pret në jetën pas vdekjes, e që është bota tjetër e mshushme, atëherë këta dy persona që kanë dashur njëri tjetrin për hir të Zotit, Allahu xhaleshanuhu do t'i bashkoj në hijen e tij, ashtu që i bashkoj në dunja, për shkak se e dashnin njëri tjetrin për hir të Zotit. Kjo ndjenje kur ata ishin bashk, që e dashnin njëri tjetrin për hir të Zotit, por edhe kur u ndan i shoqëroi ndjenja e tillë, atëherë kjo është një punë dhe një vepër që këta dy persona do t'i bashkoj në mëshirën e Zotit Madhreshëm. Dhe një njeri që është shembull moral, ashtu siç ishte Jusufi alayhis salam. Sprovat e dunjas, siç kemi përmendur, janë të shumta. Dhe një prej sprovave është edhe gjinia e kundërt, në këtë rast femra. E bukur me pozitiv në shoqëri e fton një besimtar për amoralitet. Por i thot i friguhem Allahut xhaleshanu. Bindja e tij në Zotin e Madhreshëm, imani i fortë në zemrën e tij e reflekton edhe në veprat e tij. Dhe ky i thot ma'adha Allah, Zoti mos e boft. Zoti mos e boft me bë këtë vepër të pamoralshme. Dhe ky do të jetë një prej elementeve që ky njeri do ta fitojë mëshirën dhe faljen e Zotit Madhreshëm. Një person tjetër thamë që personi që jep sadak dhe lemosha e shun hidhrimin e Zotit Madhreshëm. Por është kusht që çdo sadak, çdo vepër që jepet t'i plotësoj dy kushte. Çdo vepër, çdo sadak që njeriu çdo sadak kur e jep për dikan, për me pranuar të Zotit Madhreshëm duhet t'i plotësoj dy kushte. Kushti i parë, veprën që e bën me bën për hir të Allahut Madhreshëm. Dhe kushti i dytë për pranimin e veprës natyrisht duhet të jetë e lejueshme. Pra, ka dhënë sadaka jo për me pa njerëzit dhe kamerat dhe fokusi njerëzve, për me qenë fokus se filani është dërlirë, por atë që e ka posedu e ka dhënë për hir të Allahut xhaleshanu, saqë pejgamberi ka përshkruar këtë formë shkallë e lartë të sinqeritetit. E jap me dorën e djathtë, nuk e sheh dora majt, edhe pse dy durët janë të një personit, po për shkak të sinqeritetit të tij të madh, sa aty nuk i bën përshtypje a e sheh syri kamerës apo syri njeriu, por ai është i bindur se e sheh Allahu i Madhreshëm. Dhe kategoria e fundit, një njeri vetmohet, i vetmuar në një vend, larg shikimit njerëzve, e përmend Zotin e Madhreshëm
dhe nga frikë e respekti për Zotin dhe përmallimi për takimin me Allahun xhallashanuhu i rrjedhin latet. Kjo është kategori jashtëzakonisht e rëndësishme, për arsye se njeriu ka nevojë që të ketë vetmi, ama jo vetmi me shejtanin, po vetmi me Rahmanin, me Mëshiruesin, me Allahun xhallashanuhu. Kur ai vetmohet dhe në mendjen dhe shpirtin e tij është ndjenja se Allahu e përcjell, e mbikëqyr, e shiqan, atëherë ai vetmin e tij e ka vetmi të pastërt dhe në këtë formë i kontribon në pastrimin e shpirtit e tij. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, janë dy sy që nuk do t'i djeg zjarri i xhehenamit. Syri i cili bën roje në rrugën e Zotit madhreshëm dhe syri i cili lëton nga frikë respekti për Allahun xhallashanuhu. Nëse këto 7 kategori ndalemi dhe i studiojmë, të cilat i ka përmend pejgamberi alayhis salam, do të shohim se ajo që i bashkon këto kategori është ndjenja e tyre e secilit person dhe secilës kategori, se ata i mbikëqyr dhe i vëzhgon nga lart Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, në mënyrë që ta fitojmë mëshirën dhe faljen e Zotit madhreshëm, në mënyrë që atë ditë të jemi të shpëtuar nga temperaturat e larta të ditës së gjykimit, në mënyrë që të jemi në hijen e Allahut xhallashanuhu atë ditë kur njerëzit do të jenë të zhytur ndjes varësisht për mëkatet dhe gjunohat që kanë bërë, atëherë të jemi në pjesë e njëre prej këtyre kategorive. Pse jo të kemi gjitha këto cilësi? Por nëse nuk kemi mundësi që të jemi pjesë e gjitha këtyre cilësive që të jenë ngulitura në personalitetin tonë, atëherë të mundohemi që spaku me njërin prej këtyre të mira ta fitojmë mëshirën e Allahut xhallashanuhu. A ditë kur yawma la yanfa'u malun wala banun. A ditë kur nuk bën dobi as pasuria, as evladi, përveç kur del para Allahut të madhreshëm me zemër të shëndosh. Lusim Zotin e madhreshëm që zemrat tona të jenë zemra të shëndosha. Inshallah Allahu xhallashanuhu i ndriçon zemrat tona me nurin e besimit dhe ky nur dhe kjo dritë reflekton në jetën tonë të përditshme dhe kudo që shkojmë e ndriçojmë rrugën për veten tonë dhe për ata të cilët vinë pas neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Kërkoj falje për veten time dhe për juve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.